Këtë që kemi parë tash e 2 javë është kush pjale kile tjetrit. Nuk ka seancë parlamentare për Komisionin e Buxhet para ditë mas dite me zgjedhë qeveri. Rregullat janë ndryshe, zgjidhet qeveria, pastaj shkohet dhe futet parlamentin punë me komisione e me buxhet. Kështu që fatkeqësisht kjo tregon edhe jep përgjigje pyetjes suaj që ne jemi në një lojë thjesht. Në një lojë e cila tërësisht në kalkulim elektoral. Nuk e ka as pak shqetësimin e nevoja dhe kërkesave që ka Kosova. Është lojë, ne jemi në parlament se kemi për detyrë, por kjo është lojë. Qysh për çka? Mandatari i dytë. Si vjetet e mandatari i dytë, kur kemi një ndryshim gjendjes, kur pretendohet me bën një konsenzus, kur i thirr partitë politike, kur ulesh edhe je hapur me gjetë një kompromis, kur për një me qetë në qendër nevojat e vendit, shqetësimet me cilat po ballafaqohet Kosova. Këtë që kemi parë tash e 2 javë është kush pjale kile tjetrit.